Shikojmë tani brumin, shikojeni se si është dyfishuar. Besoj se dhe nesër gjithë ditën dhe brumi do të jetë gati për të bërë bukën e parë. Ja shifeni edhe brenda që ka lëshuar bulsat, shumë mirë duket, ka ecur shumë mirë, tani mund të bjerë pak nga që po e lëvizim. Gjithsesi, pothuajse 90% e brumit është e bërë. Nesër do të jetë brumi i fundit, i cili pastaj do të na tregojë që starteri është gati. Tani, nga ky brum, unë sërish do të marr një lugë, nuk do marr më 2 lugë siç mora dje, sepse besoj që tani kemi arritur rezultatin final, po do të marr 1/2. Do ta lë këtë këtu, do ta përziej si zakonisht, do t'i hedhim miellin dhe nesër unë tani do ta shikoj në mëngjes, do ta kontrolloj pas 12 orësh. Nëse brumi ka trefishuar, është trefishuar, unë do ta ushqej nesër në mëngjes dhe pas kësaj ne kemi arritur rezultatin përfundimtar. Gjithsesi do ndjekim hapin tjetër dhe unë do ju tregoj nëse ju desh brumit 12 orë apo ju desh 24 orë. Edhe njerë e përzijem dhe do t'i vë sërish atë lastikun që ta mbaj, kem parasysh se sa do rritet brumi në mas. Gjithsesi tani edhe me sy ai duket që është bërë, po kuptohet për mua që merrem me këtë punë u bë disa vite, tashmë është më e lehtë dhe për ju, për dikë që është fillestar, ndoshta nuk është kaq e lehtë. Unë do ta sheshoj sërish, sepse dua që të di se sa është rritur brumi në mas. Do t'i vë këtë lastikun që e kisha te kjo tjetra, do përpiqem sërish që ta vë aty ku është brumi tamam dhe do ta mbuloj që të jetë të rri për 12 ose 24 orë arshin e ri.